Në këtë pjesë të emisionit do të ndrojmë komplet temë të diskutimit, do të flasim për zhvillimet në rajon dhe në botë, e për të folur në lidhje me këto zhvillime kemi në studio Arjanis Slamnikon. Përshëndetje Slamnik. Përshëndetje Kushtrim. Kemi të reja faktikisht sa i përket zhvillimeve në botë, por edhe në rajon. E dime që SBA bë ndryshime në listën e zezë të cilët ka njerëz, po në mesin e tyre një emër që është larguar nga lista e zezë është Dodiko. Milorad Dodik. Faktikisht, çfarë mesazhi mund të nxjerrët nga ky zhvillim? Mas pari, Milorad Dodik ka qenë në listë, është futur në listë të zezë të sanksioneve të SBA-ve gjatë kohës së Bidenit, pra administratës kaluar, dhe tani ka vendosur që administrata Trump ta largoj me lobimin të cilin jo është bo nga një serb, ish republikan, Rod Blagojević, edhe regjia e ka edhe lajmin e Reutersit. Pra, ky person e ka bo lobimin në State Department edhe ka arrit një konsenzus. Konsenzusi është mi kallëzut palarat e veta, projektin e Putinit për Ballkanin Perëndimor, sepse ky Dodiku ka qenë shumë i afërt me Putinin, por edhe ju ka dashur një informacion shtesë State Departmentit lidhur me Vučićin. E thua që për hir të këtij informacioni pastaj SBA bëri këtë kompromis që të largoj Dodikun nga lista e zezë? Po, sakt. Gjithmonë janë pazare, Kushtrim. Këto janë pazare gjithmonë. Politikë në jetën politike dhe në diplomaci janë pazare. Dhe këto pazare arrihen duke bo konsenzuse, marrëveshje. Edhe marrëveshja është arrit që milionat, apo me thonë ma mirë qindra milionat e pasunisë familjes Dodik, të cilët i ka të shpërndarë të vajza, të dhëndri, të djali, dhe të familjar tjerë, i ka deri te edhe mbesa, në llogaritë të mbesës, në llogari bankare të mbesës, këto para kanë ra konsenzus që nuk do t'i preken, por dhe pronat e paluajtshme të i ka në për Evropë dhe në Amerikë, Dodiku në emën të tij dhe të familjarëve të tij, nuk do t'i konfiskohen. Në kundër vlerë të kësaj, Dodik ka vendos, ka ra dakord që t'i pranoj të gjitha kushtet e Amerikanëve. 2 pika. Largimi i përhershëm dhe i përjetshëm nga politika. Pra, Milorad Dodik nuk do t'jetë më pjesë politike në Republika Srpska asnjëherë. Thua që ka pranuar këtë kusht, mund të jetë vendim i prerë? I prerë është i prerë. Pra, marrëveshja është arrit. Dodiku më asnjë funksion shtetëror nuk do ta ketë përsipër. Po faktikisht në ky vendim i Dodikut, si mund të ndikoj pastaj në të gjitha proceset politike? Kjo është shumë interesante. Këto është shumë interesante sepse ky vendim dhe ky konsenzus ka prish matematika të serbëve kudo që janë në Ballkanin Perëndimor, por mas shumti ka prish matematika të Vučićit, i cili ka luajtur gjithmonë në, e dim fort mirë, në 2-3 karta, që kena thonë, me amerikanët, me evropianët, me kinezë, me rusë. Dhe këto karta ju kanë ndjekë tani më. Përfundimisht ka met i ekspozuar edhe nga zëdhënësja e Kremlinit, e cila javën e kaluar tha se nuk po e di ma është një Vučić apo 2 Vučića, sepse ndryshe po flet në Rusi dhe ndryshe po deklarohet në mediat perëndimore. Pra, këto e sinjale që Vučići është fut në një kand dhe po goditet keq. Sidomos informacionet e fundit që kanë dalë nga Dodiku për Vučićin, janë teje të rënda. Çka ka në këto informacione? Aty ka për trafikim me narkotik, emri i tij lidhet ngushtë,
trafikim me qenje njerëzore, 2 dhe prodhim të narkotikëve mbrana Serbisë. Pra që do di ka dokumenta ose ka fakte në lidhje me këtë i ka dorëzuar në SHBA? I ka dorëzuar të gjitha. So që ma interesantja dhe çuditshmja është diçka tjetër. Në kuadër të gjitha këtyne dokumenteve dëshmive, ka dalë që në një plantacion bujqësor, në disa sera, ju është dhonë fond një qytetari serb për plantacion mbrana serave, për domate dhe speca, ka dhonë fonde prej Ministrisë Bujqësisë të Republikës Serbisë, derisa të gjitha ato sera janë mbjell me marijuanë. Dhe kjo ka qenë super skandali që mandej e kanë ndërlidhën edhe vetë Vučićin, presidentin Vučić. Thua që gjithë kjo është bërë e qëllimshme, bie që shteti serbe ka pas informacione saj për këtë asaj se çka po kultivohet. Gjithçka. Do të thonë gjithçka edhe për këtë projekt, edhe për çështje tjera, siç është vrasja dhe zhdukja totale e dëshmitarëve dhe e krerëve opozitar, oponent të Vučićit edhe mbrana partisë së tij. Pra kemi raste ku është rasti i zhdukjes së 2 personaliteteve politike që dokumentet tani thuhet se janë shkri në burë në Kazan me thartir, me kiselin. Një tjetër trup ka dëshmi që ka dhonë personi që është nën arrest, ka dhonë dëshmin me fotografi, ato i kemi ekspozuar dhe ma herët na, po tash po lidhet drejt për drejt Vučići, se i kanë blu në maqin të mishit. Dhe qatë blurje, mande e kanë hedhë në lumin Danub. Po nëse gjithë këto akuza janë bërë publikisht, edhe nëse këto akuza janë të vërteta, patë ndonjë reagim nga Serbia, sepse nuk është një gjë e tillë, do të duhej faktikisht që të ketë reagime dhe sepse po flasim nëse veç është e vërtet për një super skandal. Prap tash pazari i State Departmentit Amerikan. Sepse duket pak e pa, ndoshta mund të tingëlloj e pa besueshme nëse flasim për gjëra të tilla, për akuza kaq të rënda dhe pastaj nuk shohim zhurmë. Sakt. Zhurmë nuk mundesh me ndëgju nëse pazari i Dodikut me State Departmentin e ka involvu Vučićin dhe tani Vučići është në pazar me State Departmentit. Për çka? Në pazar për çka? Cila është themi pika kryesore për çka mund të bëhet pazar? Inkuadrimi i Serbisë në NATO, shembull. Inkuadrimi i plot i Serbisë në NATO. Si mund të përfshihet kjo çështje në gjithë këtë skandal? Nuk mund të përfshihet në aspektin ligjor. Okej. S'ka shansa teorike. Sepse deputetët e Republikës së Serbisë, qofshin ata dhe të Vučićit, që e kanë shumicën sot në parlament, nuk do ta votojnë një fakt të tillë, një akt normativ të tillë, dhe bie prap vim në teorinë tonë të paparshme se Vučići do ta nisë një skuadër ushtarake, siç është hënën në tetor pas kanë hyrë, ekskluzivitetin e ka pas radio televizioni Dugagjini për këtë lajm që nuk është dëgju asnjë fjalë as nga KFOR-i, zyrtarisht, as nga policia dhe as nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës Kosovës. Radio televizioni Dugagjini ka pas këtë informacion dhe na u ekspozua. Dhe po dalim tek teoria jonë se serbët ushtarakisht do t'ja mësyn Kosovës. Në tetor ja mësyn që na tregoj, na dokumentoj me fakte, radio televizioni Dugagjini, ndodhi në nëntor prap. 2 raste, patëm hyrje të ushtarve serb në Kosovë. Për këtë
për këtë që po flesin për tetorin e vitit kaluar, faktikisht ka reaguar edhe KFOR-i, ka reaguar edhe ka sqaruar se çka ka qenë në të vërtetë ajo kalimi i forcave të Serbisë. Ata nuk kanë qenë, si pa gjithmonë referohemi deklaratës së KFOR-it, që ata nuk kanë qenë të vetëdijshëm që kanë të kaluar vinë kufitare dhe ata kanë hyrë për dru. Do me thonë, nuk është që ka pasur ndonjë incident ose diçka tjetër. Që të jemi të qartë. Qysh po ndodh gjithmonë që ushtarakët dhe policia serbe që nuk po e din territorin edhe po hin pahirin Kosovë dhe kur nuk ndodhi policia e Kosovës nisë dhe vishta kry. Policia e Kosovës ose ushtarët e KFOR-it ta tejkalojnë të hynë në Serbi. Pse kjo s'po ndodh? Kjo është pyetje. Po realisht, Aranit duhet të dim, të jemi shumë të saktë dhe gjithmonë duke u referuar asaj se çka thonë institucionet më të larta të sigurisë, në këtë rast flasim për KFOR-in, i cili edhe njëherë ka sqaruar që nuk është paraqitur ndonjëherë ndonjë rrezik, edhe nga këto kalime të vijës pikës kufitare faktikisht në mes të Kosovës dhe Serbisë. Qëllimi, do më thonë, se ata kanë shkel në tokën e Kosovës për shkak të drujve. Po të kalojmë të këtë tema... Kështu ndodhe edhe në Banjska edhe e morën qetësi me qetësi. Kështu, pahiri edhe kjo. Të kalojmë të kjo çështja... Këto senes jo normale, kushtrim, falë. Të kalojmë, nuk po themi që janë, apo nuk janë normale. Nuk jemi këtu... për të dhënë verdikte të tilla. Po flasim për temën që kem duke diskutuar saj përket kësaj çështjes së Dodikut, SBA-s dhe Serbisë. Po në anën tjetër, nëse Dodik faktikisht bën një marrëveshje të tillë me SBA-n, e ka bërë marrëveshjen e tillë. Kjo punë është e kryer. Cili do të jetë rezultati për Dodikun? Do të jetë i lirë ai. Në akuzat të cilat janë ngrit, do të jetë i lirë. Dhe kushti ndër kryesorët që është paraqit është që të mos pengoj ligjërisht, sepse këto duhet me sqaru mirë edhe për dëgjuesit dhe shikuesit. Sa ishte Dodiku në krye të Republika Srpskas, si presidenti i saj, ai nuk e ka njoft fare, nuk i ka përfill vendimet dhe urdhëresat e atij përfaqësuesit jashtëm të OKB-s që e kanë për Bosnjën dhe Hercegovinën. Kristian Schmidtit, është një gjerman aty, që jep vendime si në kohën e Ulmikut. Ende atje ekziston një përfaqësues i posaçëm i OKB-s për Bosnjën dhe Hercegovinën. Dodiku nuk i ka njoft, nuk i ka përfill fare në Republika Srpska vendimet e këtij Kristian Schmidtit. Tani pa Dodikun, ajo është zotu se edhe subjekti i tij, po edhe njerëz rreth tij do ta pranojnë çdo vendim që buron nga ky përfaqësuesi special. Dhe kjo nënkupton se Republika Srpska gradualisht me këtë fakt, gradualisht veç po shkrihet mrena Bosnjë Hercegovinës. Thua që nuk do të ketë më Republikë Serbe në Bosnjë? De jure mund të jetë në letra. De facto në teren nuk do të ketë më. E pranon Serbia një gjë të tillë? Jo, po Serbia tashmë është veç në pozicionin shahmat, me deklarimet dhe dëshminë që i ka dorëzu Dodiku. Është e kapur. Pra, kjo pjesa tjetër tash është në lojë. Dhe shohim se çfarë po ndodh me Vučićin këtë muj, nëntor dhe në dhjetor. Këta 2 muj, për mendimin tim, janë kritik, sepse Vučići duhet me vepru diqysh. Janë forma, kërkesa e vetme që i ka ardhë nga Vučićit, nga perendimorët, apo nga amerikanët konkretisht, dhe të tjerët është që të integroj Serbinë në NATO. Qysh ka me bu këto? Ligjërisht unë zbesoj që ka mundësi që ta votoj një vendim të tillë në kuvendin e Serbisë. E vetmja formë
e integrimit të Serbisë në NATO është futja e NATO-s në Serbi. Që shka me e fut, na e kem spjegu këtu disa herë. Kjo mbetet, po menoj, verzioni i vetëm që unë i besoj se ka me ndodhë. Mendon që është e pranueshme për Serbinë dhe pse duket faktikisht pak e pa arsyeshme që Serbia të pranojë gjithë këto kompromise vetëm që të futet në NATO, faktikisht në bazë të asaj çka po thoni që të pranojë edhe dobësimin e Republikës Serbe në Bosnjë. Po, tash kur i dim që është bërë luftë për atë. Po, patjetër. Në kuadër të kësaj, do të thonë kuadër të se edhe rusët, Putini, Moskva, zyrtare, e ka kuptuar lojën e Dodikut, që ka luajt me Amerikanët për marrëveshjen, ka arrit një konsenzus, që ka ndodh muajt në vijim. Muaj tetor dhe nëntor, në Serbi është themelu një subjekt i ri politik pro-rus, në krye me Vullinin. Pra, në krye me në njërë, kuptohet, në krye me ish shefin e bijës serbe. Ai do ta menaxhoj dhe do ta kontrolloj këtë subjekt politik, për të cilin edhe regjia i ka fotografit, për të cilin subjekt politik rusët do të investojnë, thuhet zyrtarisht, do të investojnë në të gjitha kapacitetet aktuale që Rusia i posedon në Serbi. Dhe thuhet aty se Rusia mrena Serbis i ka të angazhuar rreth 500.000 persona, direkt apo indirekt, përmes bizneseve të hapuna nga rusët në Serbi, apo përmes OJQ-ve të ndryshme dhe personave në fushën e inteligjencës. Kjo nën kupton se mbi 500.000 persona me të drejtë vote në Serbi, ata kanë edhe familjarë të tyre dhe rreth të tyre, 500.000 herë vetëm 3 bojnë 1,5 milion. Kjo subjekt politik në zgjedhjet e ardhshme ka mundësi me i marrë 1,5 milion vota minimumi. Po nëse është subjekt politik Ros, pse duhet të ketë pastaj një lider serb, nëse vetëm dihet që është publikisht është Ros? Sepse kjo është fusha e inteligjencës ruse, kushtrim. Ata nuk kanë nevojë me punu, hapun në teren, por t'ju thënë serbëve votoni një rus. Jo, ju votojeni këtë serbin e juj, që është dem babadem këtu, ka preardhje politike, ka bagazh politik, e tjera, këto votone. Dhe i kanë qitë marionetat e tyre për para, njëri prej tyre është pjesë e kryesisë e këtij subjekti të ri, është nën sanksionet amerikane, dhe njihet si një ultra radikal, anti-amerikan, anti-NATO, edhe besa ky subjekt politik në asamblen e rregull që e patën me Akademinë e Shkencave të Serbisë dhe të Rusisë, deklaruan hapun. Ne jemi për një Serbi kundër NATO-s, për mos me u integru në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kjo ishte thirrja e hapun. Pra, automatikisht me Dodiku që kaloi në krahun perëndimor, rusët u aktivizuan brenda Serbisë për me parandalu ato çfarë pritet të ndodhë me Serbinë. Kushtrim, sillësh ka të sillësh. Këto që po i flasim janë edhe fakte që i pam edhe në ekran. Sillësh ka të sillësh pa pas një përballje. Çfarë do qoftë ajo? Në rajon është e pamundun këto punë me u qetësu edhe me u stabilizu. Aljanit, të falenderoj shumë edhe për këtë bashkëbisedim. Kënaqësi si gjithmonë, kushtrim. Faleminderit shumë. Ishim me Aljanit Slamnikun, me të cilin biseduam në lidhje me zhvillimet e fundit në rajon dhe jo vetëm. Shumë edhe një herë se për çka po na raportojnë kolegët tanë të portalit.